Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Nahmaduka wa nashkuruk wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, një përgjegjësi që e kemi ne si prindër, ndoshta përgjegjësia më e madhe është se si kena me mësu dhe eduku fëmijët tanë. Duke pas parasysh që edhe 3-4 ditë fillon viti I ri shkollor, unë edhe në hutbë diçka do të flas për në lidhje me këtë temë, por para se ta mësojmë dika tjetër, duhet me mësu vetë. Për shembull, a ka mundësi prindi ose baba me mësu fëmijën e vet diçka që vetë se bën ai? Ne si prindër, por edhe unë në mesin e juaj, kam dëshirë ndonjëherë që fëmijët e mi të falen, ama unë disi nuk e kam qef. Kam dëshirë që fëmijët e mi shumë të mësojnë, ama unë nuk kam qef më marrë me këtë punë. Nuk shkon kështu. Por atë shkak, nëse fëmijës I thua falë namazin, ai të shefa e falë ti ajo, nuk në dëgjon. Nëse fëmijës I thu mos u vono, ai të shef ti ja vonosh ajo, nuk në dëgjon. Por atë shkak, fëmijët tanë të ndershëm vëllezër, por edhe fëmijët në botë, mësojnë duke pa, e jo duke ndëgju. Mos së shumti, mësojnë atë që e shofin, jo atë që e ndëgjojnë. E para, edukimi fillon me vetë. Nuk ka mundësi në botë, askush prej nesh, me botë diçka pa qenë vetë. Njëherë vetë dush me qenë ai në atë që thu dhe në atë që thirë. E para, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, ja ejuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ojo që keni besuar, ja ejuhalladhina amanu, ojo që keni besuar, ruajani veten dhe familjet e juaja ose familjet tuaja nga zjarri I xhehenemit. Si? Se cili prej nesh duhet me rujt njerë vetën e pastaj familjen. Unë dhe ju. Pa tjetër e keme njerë me rujt vetën e pastaj familje tonë. Nuk ka mundësi askush prej nesh me ndryshu familjen për ndryshu vetën. Nuk ka ndodh në histori në botë, në një histori që dikush është boj mirë pa e pas mësuesin e mirë. Dikush është boj mirë pa e pas prindin e mirë. Do më thonë, këta punë lidhen njëra me tjetër. Sepse fëmiju, cilën e ka shembull, njeriu e parë që e ka shembull, është babe vetë. Ai nuk e merr shembullin jashtë. Kur nuk e gjen shembullin te babe vetë, atëherë mundohet me e gjetë dikun tjetër. E kur ta gjen dikun tjetër, mundet me qenë shembulli I mirë të ai tjetri, ose shembulli I keq. Ne kemi pa tjetër kemi me u bo shembull të mirë për fëmijët tanë. Fëmijët tanë të ndershëm vëllezër mësojnë nga atë që e bëjmë ne, jo nga atë që e themi ne. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, ja ejuhalladhina amanu lime taquluna ma la taf'alun. O ju që keni besuar, pse e thoni atë që nuk e veproni? Për shembull, unë tash më I dhon zor shumë namazit, apo ju e dini që hoxha nuk falet. Unë më I dhon shumë zor drejtësisë, a ju e dini që hoxha o I pa drejt. Do më thonë, diçka tjetër me thonë, e diçka tjetër me vepru. A ishi pajtu ju? Nuk ishi pajtu. As që kishe ardhë me ndëgjubile. Kjo njësoj e prindi më fëmin. Nuk mundet baba me
mësim me i fole djalit dhe vajzës, a realisht asë gjanë nga ajo që ka thot, nuk e vepron vetë. Të ndërshëm vëllezër, për shembull, ta shkohen e fundit, ta televizionet, ta rrjetet sociale, telefonet janë bërë shumë problem. Që asë kush prej nesh nuk mundet pa telefon. Me haru telefonin, shkon e merë. Me haru Kur'anin, nuk shkon me marë. Shembull, ke shkon punë, e ke haru telefonin. Ja ban disi taksin e qonë, shko të shpia me në ma telefonin, që pa telefon nuk mundëm. Ama me haru Kur'anin, me haru diçka kësaj bote, a që e marë ma va. Para me ndoj e tash, unë dhe ju, kur në të ditë rrim telefon, as ke qef fëmija jo të rrijen telefon. I thuj, nuk ban. Po nuk ban, a mu po të shof ti, me qenë se nuk ban, edhe ti nuk rrijen telefon. Pasi që ti në të ditë rrijen, dhe më thonë ban, a jam i qartë. Diçka tjetër ban ti, diçka tjetër mëson. Nuk mundet. Nuk mundet. Pa tjetër, ne kemi për borxh dhe obligim, atë që e themi me mundësi edhe ta veprojmë. Ose, baba është arrogant, baba bërtet shumë, baba e ngre zërin shumë, baba nuk o i but, baba nuk o i mëshirë shumë. Edhe i thot djalit vetë, shumë be po bërtet, a djalit thot o babë, po jam mësu prej tejeve, 20 vjet i kam bon, as njëherë s'kam babe me folë buti, pika unë e mo bo i but. Baba s'ka qef shembol djalit, ta ngritë e zërin, ka dëshirë tjetë i but, ka dëshirë tjetë i mëshirëshëm, ama ti kush je? Ti nuk je i but, ti je arrogant, ti je i mëshirëshëm, a ke qef diçka tjetër. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me ndodhë diçka që ti e donë, ama nuk e vepron. Në dashëm vëllezër, ju e dini që kohën e fundit shumë qarë që po na luftojnë, shumë njerëzi, shumë njeriu ju ka ofru mundësia me na tregu neve që ne gabime kena si musliman. E duhet më u bon tjetër feje, duhet më u bon, ku e dini, si cili ka ato mendimet e vetë. Para me ndoje ne, në qofë se i kemi bon disa vite me fejnë tonë, me namaz e me veprat mira, edhe ndonjëherë ballafaqohemi me këtë situatë, a mundi me paramendu si kanë me reagu fëmijët e tanë? Që koha ka më ardhë ma e keqe, ma e komplikume, me ma shumë probleme. Unë e mëse vetën dhe juve të gjithve, fëmijët e tanë ta fillojmë edukimin prej të namazi. Çka thot Zoti në Kur'an? Thot inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Më të vërtet namazi i largon njerëzit nga të shëmtuarat dhe të irrituarat. E tash, për mi mësu fëmijëve tanë namazin, ne duhet vetë me falë njerë. Që fëmija i joti dhe emi ta shohë shembullin e mirë të babe vetë. Edhe me qenë se ndonjë shok i thot, e shumë e po falësh ti, as një namaz se len, kritë në gjami po i falë, thot. O, vallahi, shembullin e mirë kam se baba em ma kam su. Baba em ka edukun këtë. Ama në qofë se e ke shembullin e keq të shpija, shumë lehtë është me lanë ti dhe unë, ose me deviju nga rruga e namazit. Të ndërshëm vëllezër, për mi mësu fëmijët e tanë me u falë, duhet edhe shembullin e mirë me vadhan, mirë po duhet edhe sabër dhe durim me ba. Duhet ne, më të vjetrit, më të moshuarit me ba sabër, edhe me fëmijët e tanë, edhe me xhamatin tonë, me të gjithë ata që ne i mësojmë. Nuk ka mundësi asë një punë dhe asë një fjallë dhe asë një vepër me realizu me që unë vend pa ban sabër. Një problem tjetër që e kemi, nuk guxojmë fëmijët e tonë me mësu me frikë. Shembull të ne, nëse donë fëmija jo të vjen ma herët të shtëpia,
mos e frikso se ka me ndodhë diçka e keqë. Por mësoj ndryshe. Mësoj me mëshirë dhe me butësi. Mësoj se ai që kthehet te shtëpia më herët o në mbrojtjen e Zotit, e dun me lekët, ja shkruaj një vepër të mirë. E jo shembull në të parën fjalë ditën, në mos gabo me e bon se shkon në xhehenem. Duhet me mësu patjetër se merr njësh. Nëse vanohesh ka me të dënu, dhe me thonë, veç me frikë, vetëm me frikë. Parë me ndohet ta fëmijët e vetë ka 9 vjet, 10 vjet, kur vetëm ne i frikojmë se si mundën ata me reagu dhe si mundën me vazhdu jetën e tyre në këtë botë. Duhet me mësu fëmijët e tonë të kenë përgjegjësi. Do me thonë, ta ketë një lloj përgjegjësie, a ne më të vjetrit, si prind, nëse du me mësu ata, duhet me mësu me mëshirë, me dashurin dhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe me u spjegu mirësit që Allah subhanahu wa ta'ala ju e fëmijëve nëse ata janë të respektueshëm, nëse ata janë të ndëgjueshëm. E jo shembull, a e ke falë namazin? Jo, se kam falë namazin. Në xhenem kemi shku. Do më thonë e frigon. Është e vërtet që Zoti e ka përdorur në Kur'an në shumë ajete edhe mëshirën, edhe ka ajete që e ka tregu forcën e vet absolute për mbi dënu njerëzit. Ama Zoti e ka lënë taubën dhe pendimin. Pse ajo dënimi është i fundit. Ama nësi prind nuk guxojmë me njëherë me realizu dënimin, por njëherë duhet me qenë të mëshirshëm, mos me i frigu fëmijët e tanë, me i mëshiru, e pastaj në qoftë se ato në asnjë rast i bëjnë disa vite, ka dënime më të buta. E jo vetëm se me frikë, se të ndeshëm vëllezër, kohën e fundit, pasha Allahun, atë shumë janë duke frigu njerëzit, nuk e di pse. Atë shumë frigohen njerëzit sa që nuk ka mbet hoqma që nuk e frinë dë një ujë dikujt. Mos flasim për fëmijët. Bjerë njëri hoxha nuk e zexumi, ka ankth, ka probleme, ka këtë, ka atë. A nëse e merr realisht e analizon pse, ndoshta baba dhe nana janë sebebi kryesor pse ai fëmijë frigohet. Pse atë fëmijë se zexumi? Pse ai fëmijë nuk shkon në shkollë? Pse ai fëmijë nuk mëson? Do të thonë veprat tona edhe fjalët e tona shumë ndikojnë të fëmijët e tanë, edhe të rreth janë. Edhe duhet me qenë më të vëmendshëm se çka bëjmë ne edhe çka flasim ne. Kush na ka mësuar më së miri ne si duhet ta edukojmë veten dhe fëmijët e tanë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu të dëshëm vëllezër nuk i ka edukuar njerëzit vetëm me urdhra. Ti bën këtë, ti bën këtë, ti bën këtë, jo. Ku ka pas nevojë ka dhënë urdhra, po ai i ka edukuar njerëzit me shembull. Ka qenë shembull i njerëzve vet. Allah subhanahu wa taala çka thot? Edhe pastaj hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu anha, thot Muhamedi alayhis salam është Kur'ani që ecë në këmbë. Nëse do me pa Kur'anin duke ecë, shife Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë shembull. Para mendoj mushrikët e Mekës. Nëse ka pas terrorizëm në botë, terroristat më të mëdhenj janë mushrikët e Mekës. E dini çka i kanë bënë Muhamedit? Ama e ka dhënë shembullin e mirë. Edhe nuk kanë shku pak vite, krejt Mekë janë bënë musliman. Nuk e ka bënë këtë vetë duke fol, po e ka bënë edhe duke dhënë shembull të mirë, duke qenë i butë dhe duke dhënë dashuri dhe respekt ndaj njerëzve. Është Enesi radiallahu anhu, ka qenë djali i ri dhe e ka ndihmu Muhammedin a.s. në shtëpinë e Muhammedit më shumë se 10 vite. Edhe çka thot Enesi? Thot, pasha Allahun, i kam shërbi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam 10 vite dhe asnjëherë nuk më ka thonë of ose uf. Ndonjëherë ne dorëzohemi para fëmijëve tanë. Pse nuk kemi sabër dhe nuk kemi durim dhe nuk kemi të mëshirshëm sa duhet. Thot
e nesi, asë njëherës, Muhamedi s.a.s. edhe kër e kam gabu, së më ka thonë pëse e baneve këtë, po e ka bo disi me shembull që unë ta kuptoj se kam pas gabime dhe ta bëj mirë. Do njëherë, o vëllezër, nuk ka nevojë veç me i thonë njeriu dhe me i fol, po sa të fëmijëve. Sa dush bërtiti dhe foli, ai të shefti. Do njëherë me vepra, duhet me ia dhon shembullin se e ke mirë apo e ke gabim e kështu me radhë. Problemi tjetër që ne shumë e përdorim, kur nuk ndëgjon fëmija jot, e po shtërson? Po. Ti nuk di, ti nuk je djali mirë, ti nuk mëson, ti nuk e don këtë, ti nuk e bën këtë. Do më thonë, e po shtërson, e nënshmon. Shembulli më i keq. Nuk guxojmë në fëmijët e tonë mi turpru, po saqërisht para shokëve, para tjerëve. Nëse e ke bon njëherë, mos e bën më. Se ti dhe unë mendojmë që nëse e turprojmë, ka më bo më i mirë. Gabim. Bile, ka më jështu mlefi, ka më jështu i nati. Në momentin që ka me pas mundësi me marë hak, ka me ta marë hakin. Ani psi i babë. A dini sa fëmijët apo ndëgjoni në për rrjetet sociale. A ndëgjoni se sa fëmija i ka bon problem babës vetë, e nanës vetë. Bile ka orë deri, ndoshta deri të fatkeqësit mëdhaja. Pse se fëmija u ka rritë fëmija me duke u tërpru, duke u nënshmu. Edhe atë mlefin e kam bajt në vete, e kur i ka orë momenti, për me marë hak, ka marë hak me një. Edhe ndaj kujt, ndaj babës vetë dhe ndaj nanës vetë. E përdorim në fjallën, ti asë njëherë s'ki më bo njeri. Ne themi, po, ne themi. Krejt ne, si popull tu, ti s'ke me bon, që djali kojshis, djali filanit u ka bon, ti s'ke me bon njëri. E ti s'ka dhe me thonë për fëmijë. Kjo dënimi, ma mirë me burgos, se sa me thonë kështu. Pa nëse e ka gabu sot, ne isër mundet me bon ma i mirë. Krejt në varet ne, qëfar sjellje, qëfar mëshire edhe qëfar shembulli këna me jo dhonë fëmijëve ta. Të ndërshëm vëzër, mos kërkon nga fëmija jotë të bëhët ajo që s'je ti. Ne kemi dëshirë të gjithë ne që fëmijët tonë të bëhën më të ditur se ne, po. Më të mirë se ne, po. Ama jo me kërku me si me zërë. Shembull, unë nuk e kam asë një ditë shkollë. Edhe kërkoj nga djali jem bëhë doktor, profesor. Dhe ku ka me marrë shembullin, kurse babën nuk e shef asë njëherë duke e qelë librin. Nuk e ka pa babën e vetë asë njëherë duke lexu një fletë. Hiq asë njëherë se ka pa. Kjo dhe qëka i vjen? I vjen me zorë me bëhën diqka. Nuk bëhën punë me zorë. Bëhën me veprat e mëdhaja, punët e mëdhaja bëhën me ngadalësi, me mëshirë dhe me butësi. Nëse donë djali jotë lexojë Kur'an, ama ti nuk e lexon. Donë djali jotë të lexojë një libër, ti nuk e lexon. Donë djali jotë, për shembull, të shkojë në një pamje, në një vdekje, ti nuk shkon. Do djali jotë ke qef të shkojë të vizitoje familjen, ti asnjëherë s'ke vizitu. Do të thonë, diçka tjetër është me dashtë, edhe çfarë shembull e kena dhënë. Shumë ka dallim të ndryshëm vëllezër. Doja jonë për fëmijët tanë. Ne që falemi, unë mendoj që shumica e popullit tonë falen, alhamdulillah. E pse kur ta analizojsh mirë, çka do me thonë namazi, krejt këta që i flasim janë brenda namazit. Nuk kanë nevojë ndonjëherë me bë duat posaçme për fëmijët e tonë dhe prindërit tonë se i kemi brenda namazit. Veç fale namazin, të gjitha duat që janë të parapame me Kur'an dhe sunet namaz, mjaftojnë. Të gjitha duat që i kemi.
Allahumma rabbana atina fid dunya, Allahumma rabbana ighfir li wa li walidayya. Mjaftoj. Edhe fëmijët këtu i ke, këtu brenda këtyre duave i ke. Ama ai që nuk falet, edhe me dua dhe me lutje ka problem. Se s'ka kur i ban. Të ndeshëm vëllezër, Rabbi hebli, kjo lutje në Kur'an përmendet, o Zot, më dhuro min ledunke dhurrijeten tayyibeten. O Zot, më dhuro pasardhës të hajrit. Më dhuro pasardhës të hajrit, inneke sami'u dua, ti ai i cili e ndëgjon lutjen time. A kena kone me e bon këtë dua? Kur bim me flet, ne të gjithë, a bim me flet me ndonjë dua, me Kur'an, a bim me flet të hop si telefon. Rallë, për mal, njerëzit bin duke flet me një dua. Po sërish në të trit, që 3 muj këna pas darsma, a i ka shku më ndërmend dikujt prej trive që është martu me thonë, o Zot, unë këtë obligime e përfundova, o martova, e pse martohet njeri ju vëllezër? Martohet me qetësu epshin se ashtu Allahu ka thonë, a me dhe me kriju familje. E familja nuk krijohet pa dua, pa lutje, pa shembull të mirë, pa sabër, pa durim, vallahi jo. Nuk ka mundësi. Por atë shkak të ndërshëm vëllezër, për në fund, unë dhe ju, ata fëmijët që i kemi në shtëpitë tona, ata që s'kan Allahu ju dhasht. Se ndonjëherë, dikush ka fëmijë e thotë që këtu më ka ndalë, që unë gabim. U ka lodhë me fëmijët e vetë, u ka lodhë, mërzitët. Njoni ndëgjon, njoni së ndëgjon, njoni jashtë, njoni mrenda, njoni mëson, njoni s'mëson, hajde, njoni i sëmur, njoni e ki tjetëri që s'ka kërkon. El malu el benune, zinetul hajatit dunja. Pasturia dhe fëmijët janë vetëm zbukurimi i kësaj bote. Ai që i ka, t'ja vendoje mendjen mirë në edukim, edhe në shkollim. Ai që nuk i ka, Allahu ju dhasht. Amo me qenë se Zoti na ka dhanë dhe na jep, atëherë duhet edhe ne punën tonë me kri. Edhe në këtë botë, por pastaj që të kënaqemi edhe në botën e ardhshme. Allahu ju shpëbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.